edhe një tentativ për të zhbllokuar procesin, sepse tashmë është krejt i pakuptueshëm jo vetëm për ju si media dhe për ne si të zgjedhur me votë të qytetarit, por edhe për të gjithë qytetarët tanë shihet që ky proces duhet ecë përpara. Nuk ka asnjë arsye për ta vazhduar blokadën, mundësitë janë për ta zhbllokuar që sot, ishin për ta zhbllokuar që sot, mirë po nuk u shfrytëzua, madje u shfrytëzua foltorja e kuvendit edhe për dhënë deklarata që edhe në vazhdimsi do të vazhdoj të mbetet e bllokuar. Ne në vazhdimsi jemi përpjekur të përçojmë sinjale që jemi të interesuar që të ecim përpara me konstituimin e kuvendit. Kuvendi duhet konstituohet, nuk ka alternativë ndaj konstituimit të kuvendit, dihet qartë kush i bën propozimet, si bëhen propozimet dhe si shkon procesi, mirë po deri tani ende nuk kemi asnjë progres në këtë fushë. Keni qenë dëshmitar të letrës që kryeministri i ka dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila nuk është marrë parasysh, përkundrazi ka ardhur një propozim absurd, i cili ta kujton vitin 1999, kur Kosova e sapo dal nga lufta, do duhet të gjente zgjidhje tranzitore. Kosova është një demokraci e konsoliduar evropiane, një demokraci stabile. Këtë gjë e kam theksuar dje edhe në takimin me ministrat e punëve të jashtme të Bashkimit Evropian, së bashku me ministrat e shteteve që aspirojnë antarësimin në Bashkimin Evropian, ku dje më qartë se kur ndonjëherë u pa se kush qëndron në cilën anë. Fakti që presidenti serb Aleksandar Vučić sot ndodhet në Moskë edhe krah për krah me diktatorin Putin demonstrojnë solidaritetin dhe miqësinë e tyre, është një situatë në të cilën bëjmë thirrje dhe atë thirrje kam bërë dhe dje gjatë takimit, bëjmë thirrje që Bashkimi Evropian të heqë dorë nga politika e ledhatimit, e cila ka dështuar me Putinin, edhe e cila është destinuar të dështoj edhe me Vučićin. Kërkojmë nga Bashkimi Evropian që të përdor një gjuhë të qartë, një gjuhë të ashpër dhe të dënoj jo vetëm këtë vizitë, por edhe të dënoj të gjitha aktet, sulmet që Serbia i bën ndaj shteteve fqinje. Prandaj në këtë kornizë unë mendoj që nuk kemi kohë për të humbur, unë mendoj që është koha që opozita t'i thras mendjes edhe të mos bllokojmë procese të cilat nuk është momenti për t'i bllokuar. Nëse nuk janë dakord me qeverinë, nëse nuk janë dakord me kryeministrin, vjen momenti për ta shprehur këtë mungesë dakordimi dhe ai është momenti kur votohet për qeverinë. Bllokimi i konstituimit të kuvendit dhe ardhja me kërkesa si kjo për ZRE-n, të cilën nuk e di kujt po ja drejtojnë, nëse nuk është i konstituar kuvendi, kush do ta trajtoj kërkesën e AAK-s që e sollën për nënshkrim dhe të cilën pastaj këtu para jush e prezantoi edhe zonja Hykmete Bajrami. Prandaj kërkesat bëhen kur kuvendi konstituohet, edhe kur janë konstituuar edhe të gjithë mekanizmat e kuvendit, të cilat mund të merren me kërkesat e tilla, përndryshe të gjitha këto janë filma. Të gjitha këto janë madje edhe filma jo kreativ, edhe pa fantazi, sepse gjithkush e din që një kuvend i cili nuk është i konstituuar nuk mund të merret me trajtimin e tyre. Nëse ka ndonjë pyetje? Një nuk po ka suksesive, a do të përgjigjeni në një takim eventual të krytur nga presidenti atë takime partitë të tjera politike për të dalë nga kjo situatë? Ne që në fillim kemi marrë shumë seriozisht letrën e presidentes, e cila kërkon që nga të gjithë që të bëhet shmos për zhbllokimin e kësaj situate. Prandaj edhe kemi kaluar në fazën e votimit të fshehtë, për shkak se kemi parë që me votim të hapur nuk po arrim të zhbllokojmë situatën dhe kemi shpresuar që votimi i fshehtë si kurora e demokracisë do të mund të hap shtigje të reja. Natyrisht që nëse presidentja na dërgon ftesë
do ta shohim çfarë përmban ftesa edhe për çka na thret presidentja. Nuk kemi shquar ndonjëherë për ndonjë blokadë, secili në kuadër të kompetencave të tij kushtetuese duhet të kontribuojë në zhbllokimin e kësaj situate dhe në këtë kontekst unë po e shoh edhe deklarimin e presidencës, ta shohim letrën, ta shohim ftesën, ta shohim temën për cilën afton për të biseduar dhe do japim përgjigjen tonë. Unë nuk dua të them që po t'ishte konstituar kuvendi, patjetër Kosova do t'ishte antarësuar tani në maj, mirë po ja bëjmë shumë të lehtë gjithkujt që nuk do të na mbështesë në antarësimin tonë në Këshillin e Evropës, ja bëjmë shumë të lehtë të mos e trajtoj këtë temë në këtë fazë. Kemi një deklaratë të 21 shteteve antare të Këshillit të Evropës, të para disa ditëve, të cilët kërkojnë që kësaj çështje t'i jepet udhë, mirë po ata që janë hezitues ose kundër, ata e kanë shumë të lehtë në këtë fazë të mos na procedojnë kërkesën tonë dhe të 21 shteteve dhe të na shtyjnë për më vonë. Prandaj edhe më tepër do duhej që të mblidheshim, që të gjenim një zgjidhje edhe të dilim nga kjo situatë. Zonja Bajrami tha që edhe nëse edhe 48 herë ka me dalë në votim për një komisionit për zhvillimin e votimit fshet, edhe 48 herë kemi me qenë kundër. A keni me propozu ju edhe 48 herë komisionin për votimin e fshet? Zonja Bajrami dje ka thënë që nuk ka rëndësi kush është kandidati, nuk ka rëndësi si e ka emrin, ne nuk kemi për të votuar ose kemi për të votuar kundër. Prandaj këtë e ka përforcuar sot edhe me 48-shin, prandaj ne nuk llogarisim që Lidhja Demokratike e Kosovës ose Rruga e Re e Lumir Abdigjikut të luaj një rol pozitiv, një rol në zhbllokim, sepse çdo rast, çdo mundësi e shfrytëzojmë për ta shprehur mungesën e vullnetit për kontribuar në zhbllokim. Unë ftoj AAK-n që nëse kanë argumentet mjaftueshme në vend të deklarimeve politike ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese sepse është bërë bajat që vazhdimisht flitet për gjykatën kushtetuese, flitet në emër të saj, flitet me supozime të cilat ligjërisht nuk qëndrojnë. Ai që mendon që ka shkelje të kushtetutës nuk duhet ta mbaj pezull publikun, po duhet ta dorëzojë më në fund në gjykatë kushtetuese, sepse vetëm kështu do të mund të sqarohet a ka apo nuk ka shkelje. Ne mendojmë që kjo është vetëm një propagandë për të arsyetuar blokadën, mirë po nëse dikush, AAK-ja apo kush do qoftë, mendon që ka shkelje të kushtetues, duhet nxitojnë dhe jo ta mbajnë pezull të gjithë këtë proces. Nëse jo të Lumir Abdigjikut ku po moni shpresë të ku asgjidja, sa po ata që nuk po moni shpresë të PDK-ja që ka me votu kretarin e kuvetit, po është shpresë ku asgjidja që në gërshë kryet. Neve LDK-s ja kemi bërë një ofertë shumë të sinqertë. LDK-ja e ka refuzuar dhe ka nisur të flasë për tranzicion si në vitin 1999 në Kotun Mikut. Nuk është e pranueshme një arsyetim i tillë. Unë dua të besoj që brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndoshta jo vetëm në kuadër të grupit parlamentar, ka mjaft njerëz të cilët mendojnë përtej interesit personal, edhe që ata njerëz do të arrisin presionin ndaj kryetarit të tyre Abdigjiku edhe ndaj LDK-s në përgjithësi, me qëllim që LDK-ja të bëjë një lëvizje pozitive në të mirë të Kosovës. Çfarë nëse presidenti janë propozon një qeverie? Ne mund të flasim për çfarë do që të doni, mirë, po ne të gjithë duhet të veprojmë në kuadër të kompetencave tona kushtetuese. Dihet kush e propozon qeverinë. Nuk duhet I ngatrojmë kompetencat, sepse atëherë hymë në një anarki totale. Nuk ka kompetenca askush përveç atyre që I kanë fituar zgjedhjet një herë të propozojnë kryetarin e kuvendit, ta konsolidojmë kuvendin dhe pastaj shkojmë në qeveri. Nuk mund të kapërcejmë hapa. Edhe një herë, edhe kryeministri, edhe presidentja,
edhe opozita, edhe deputeti, të gjithë duhet të veprojmë në kuadër të kompetencave ligjore që i kemi e jo në kuadër të tejkalimit të kompetencave tona.